Veç pak njështë nga betarë. A më në shumë që ta fajtë? Atëherë të nderuara media, mirëmëngjes. Sot Aleanca ka deponuar në prokurorinë speciale, ashtu siç edhe ka paralajmëruar në 3 konferenca rreshtura, një kallëzim penal për qeverinë detyrë, respektivisht kryeministrin detyrë, për shkak se me datën 12 gusht të këtij viti, ata kanë marrur disa vendime të cilat në vlerësimin ton detyristëve që e përfaqësojnë këtë lojë, janë vendime që bien ndesh me ligjin dhe me të gjitha rregulloret që i ketë një qeveri. Qeveria në detyrë quhet qeveri në detyrë për shkak se nuk është qeveri e votuar. Ajo e ka të ndaluar me ligjin për qeveri me marrë vendime që janë të ndërlidhura me 17 vendime të cilat janë marrë në mbledhjen e qeverisë për emërimin e komisioneve për regrutimin e zyrtarëve lartë shtetëror në agjenci ekzekutive, në agjencione qeveritare, mirë po në një rast edhe në përzgjedhjen e sekretarit të përhershëm. Qeveria në detyrë nuk guxon në asnjë moment të shkel ligjin që vetë ka miratuar, ligjin për qeveri në ligj, cilin kemi punuar edhe ne. Për shkak se është ekskluzivisht e thonë në qartë se kjo qeveri i ka kompetencat dhe detyrimet e kufizuara dhe rrjedhimisht me marrjen e këtyre vendimeve e kanë shkel detyrën zyrtare dhe pozitën e tyre si ushtruesi i detyrës. Po ashtu, ajo që themi si Aleancë në këtë kallëzim penal është se një deputet i cili betohet në kuvend si deputet, ai apo ajo nuk mund të ushtroj detyrë tjetër ekzekutive, për shkak se kjo është e ndaluar me ligj. Nuk mundesh me shku para dite në seancë me u betu si deputet, me votu si deputet, dhe pastaj prej aty me vazhdu në qeveri dhe me ushtru detyra ekzekutive si ministër detyrë, respektivisht ministër. Kjo shkelje flagrante e ligjit, kjo po ashtu është sankcionu edhe me një vendim tjetër të prokurorisë të gjykatës supreme, i cili vendim është po ashtu i elaboruar në kallëzimin ton penal. Kopja e shtetit duhet ndalet. Abuzimi me funksion publik duhet ndalet. Adresa e vetme e jona, Aleancës, e shtetërorëve të Kosovës janë institucionet, respektivisht rendi dhe ligji, prokuria dhe gjykata. Presim që këto institucione të përgjigjen ndaj kërkesës sonë. Ju falenderoj. A me ta do më thonë diçka? Jo, s'ka. Keni ndonjë pyetje? Jo, falenderoj.